Aksionit sotëm I kanë paraprir veprime hetimore të shumta, nga marsi I vitit 2025 kur edhe jemi ngarkuar me këtë rast. Po flasim për një rast ku ne sot kemi marrë urdhëresat e gjykatës për mbastisjen e shtëpive dhe lokacioneve të 47 personave, mesin e tyre një person juridik, dhe po ashtu mund të konfirmoj para ju se këtij aksioni ka paraprir edhe aplikimi I masave të veçanta hetimore. Fjala është për keqpërdorimet që janë bërë në Byron Kosovare të Sigurimeve. Cak I hetimeve, në mesin e hetimeve pra janë ish drejtori ekzekutiv I BKS-s dhe ish drejtori I departamentit të hetimeve, po ashtu të Byros Kosovare, departamentit financiar faktikisht të Byros Kosovare të Sigurimeve, të cilët duke keqpërdorur autorizimet që ju kanë besuar nga BKS-ja, ju kanë mundësuar personave të ndryshëm, përmes personave të ndryshëm dhe vetvetes që të bartin transakcione të ndryshme, ku kanë arritur përfitimet mëdha për vete dhe I kanë shkaktuar dëm të madh Byros Kosovare të Sigurimeve, po ashtu kanë keqpërdorur autorizimet ekonomike dhe kanë përpiluar dokumente të falsifikuara të cilat ne deri në këtë fazë kemi vlerësuar që ato dokumente të dyshuara faktikisht I kanë përdorur si të mirëqena dhe përmes kësaj I kanë shkaktuar dëm Byros Kosovare të Sigurimeve në vlerë prej 1.043.000 euro. Ne kemi arritur që të sigurojmë 166 transakcione të dyshimta. Në mesin e tyne, 25 transakcione kanë të bëjnë me 12 persona, me të cilët kanë arritur ujdi fiktive jashtëgjyqësore, kinse për përfaqësim si të autorizuar përfaqësues të personave që më herët kanë pasur aksidente në komunikacion dhe I kanë kompenzuar në vitin 2022 dhe 2023 përderisa persona të tjerë veç se kanë qenë të kompenzuar qysh në vitet më hershme 2016 dhe vitin 2017, po ashtu kanë aplikuar edhe 141 transakcione tjera të persona të ndryshëm pa asnjë dokument të vetëm, dhe kanë bartur shuma të ndryshme. Shuma më e vogël e transaksionit ka qenë 6.800 euro, përderisa më e larta ka qenë 68.000 euro. Aksion të sotshëm I kemi pas target 46 persona fizik. Dhe ka përfunduar aksioni me 39 persona të arrestuar, për të cilët prokuroria ka lëshuar vendim për ndalim. Nuk ka pasur regjion që nuk ka pasur mbastisje dhe kontroll dhe arrestime në ditën e sotshme lidhur me këto keqpërdorime. Vlen të theksohet se sa I përket sekuestrimeve, kemi sekuestruar të holla kesh në vlerë prej 23.700 euro, kemi sekuestruar ari, aksesor, orë ndryshme, armë, pajisje elektronike dhe gjithashtu kemi pas bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë me njësinë e inteligjencës financiare dhe kemi arritur që t'i bllokojmë të holla në vlerë prej 1.300.886 euro. Kanë kryer një punë shumë të suksesshme, e cila siç u njoftuat më herët ka rezultuar sot me arrestimin e 39 personave dhe kryen e kontrollave apo pastisjeve në të gjitha këto lokacione.